Gjithë na e kemi dëshmu 2 javë e fundit hyrjen në islam të 2 figurave të mëdha publike. Andreu Tate, njëri prej figurat publike amerikane që ka qenë i njohur, e pranoi islamin dhe publikisht e shpreh atë, dhe dje par dje një, do thot, figurë publike e njohur manekene e Francës, e cila gjithashtu e pranon islamin edhe shkon në umre edhe dëshmon islamin. Shifni çka është situata. Këta 2 persona, për neve nuk na shton dashuri për islamin, pranimi i islamit për këtyre njerëzve. Kuptohemi mirë. Po e jep një përgjigje shumë njerëzve të ri që kur folim na në këtë gjuhë, ata neve na kritikojnë, na shajnë, na thënë. Ne themi shifje, këta 2 persona kanë pas famë, kanë pas edhe pasuri. Gjëra që krejtë rinia jonë i kërkon, pasurinë dhe famën. Edhe janë gatshëm të bëjnë budallakijat më të mëdha në botë për të bërë famshë. Edhe janë gatshëm të bëjnë çmos për të bërë parë. Këta 2 i kanë pas edhe famën, edhe parën, por s'kan qenë të lumtur. S'kan qenë të gëzuar, s'kan qenë të kënaqur. Andaj ne themi rinisë tonë që don të ketë famë dhe parë. Ja, këta kanë qenë të famshëm, edhe të pasur. Por pa islam ka qenë jeta e tyre pa vlerë, pa kënaqësi, pa lumturi. Hajde, kuptoni një sen, sikur se ata që thëjnë tani, jemi të përmbushur, jemi të gëzuar, jemi të kënaqur, jemi të lumtur që e pranuam islamin, i themi na dhe bive të familjeve tona muslimane, s'keni zgjidhje tjetër edhe rrugdalje për të fituar kënaqësinë përveç se duke u kthy islamit. Andaj, Allahu i madhëshëm neve na ka dhënë shumë fakte dhe argumente se islami do të ecë përpara. Pranimi i islamit për këtyre 2 personave që është bërë publike me 10 dhe 100 dhe 1000 tjerë, pranojnë çdo ditë islamin. Edhe kjo është argument se unë edhe ti nuk jemi të rëndësishëm për islamin. Unë edhe ti. Islami është i rëndësishëm për neve, për mua dhe për ty. Islami nuk humb asgjë nëse na e praktikojmë islamin. Nëse na dorëzohemi në rrugën e shërbimit, nuk humb asgjë islami. Ata që humbin jemi na. Edhe andaj na i themi, o vëllazër, të e pas në dorë këtë dhunti, të e pas në dorë këtë pasuri, të e pas në dorë këtë privilegj, si ka mundësi, çfarë logjike kemi na në kokat tona, që ta praktisim këtë mirësi të Zotit që na ka dhënë edhe të sillemi me shpërfilljen dhe kësaj dhuntie. Allahu i madhërisëm në Kur'anin Fisnik tregon shumë bukur dhe qartë se është e para përcaktuar triumfi i islamit duke thonë وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ e kemi regjistruar që në Zebur, librin e Davudit a.s. të cilën libër e kemi shpall pas do thot Teuratit أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ se tokën do e kenë në trashëgim robt e mi të devotshëm. Që bota ka me të mirëve. Forcat marramense ushtarake, forcat marramense ekonomike, ato janë për të ngrit balansin e konfliktit mes forcave. Ama nuk dominon as forca ekonomike, as forca ushtarake. Dominon forca morale, ajo që quhet parim, ajo që quhet dëshmëri, ajo që quhet devotshmëri, ajo që quhet fe. Ajo kam qenë para përcaktuese për triumfin e njerit për taboreve të përzierën konflikt. Gjëra tjera jo. Ato janë vetëm se për ta mbajtur baraspeshën mes forcave, edhe në fund para përcaktuese për triumf kam qenë sa një fort i përmbahet parimeve fetare.